Blutë e Durrësit, sikurse është bërë me dije, ka nisur një monitorim intensiv me pajisje inteligjente me dron në rrugët e qytetit si dhe në autostradë. Policia thekson se janë ngritur pika kontrolli në akset rrugore dhe në pikat hyrëse dhe dalse, me objektiv parandalimin e aksidenteve rrugore dhe menaxhimin e trafikut. Gjatë javës që shkoi për shkelje të norma të ndryshme të kodit rrugor, janë arrestuar dhe proceduar 17 shtetës, si dhe janë vendosur 1915 masa administrative. Fokusi i monitorimit, thekson policia në njoftimin e saj, ka qenë ndëshkimi i drejtimit të automjeteve nën efektin e alkoolit, si një ndër shkeljet më të rrezikshme dhe shpesh burim aksidentesh me pasoja. Konkretisht për këto shkelje gjatë javës kaluar janë arrestuar 11 shtetës. Më tej janë vendosur këto masa: 436 për ndalim pushim mjeti dhe ose qëndrim të gabuar, 24 për mosvendosje të kaskës mbrojtëse, 68 për mosvendosje të rripit sigurimit, 19 për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit, 39 për përdorim të pijeve alkolike, 30 para kalimit të gabuara, 1299 për shkelje të normave të shpejtësisë. Policia rrugore e Durrësit apelon sërish për respektim rigoros të rregullave të qarkullimit rrugor, si një kontribut publik për përmbushjen e parametrave të sigurisë rrugore, për mbrojtjen e jetës së të shëndetit për përdoruesët të rrugës dhe për qarkullimin e lirë dhe pa pengesa në rrugë.